përgjithsisht gocat e mbajnë gocat edhe tunat, pra çiftet e mbajnë le të themi për vete në muajt e parë. Po. Ti doje që të dinte ky lajm apo jo? Jo, por isha e detyruar ta nxjerrja. Pse? Unë ndjem të detyruar sepse komentet negative morën një jo normale ndoshta, shumica mbi mua. Dhe ne mbasi morëm vesh lajmin e shtatzenisë, Menduat që do të do të jashtëzakonisht shumë keq. Edhe tham, nuk mendoj se është e shëndetshme për ty sepse nuk i shpëtoi dot. Hapi televizorin, unë isha aty. Hapi telefonin, isha aty. Në Instagram, TikTok, gjithandej. Dhe sa nuk më duket e shëndetshme, thash ti të përballosh gjithë këto lloj gjërash, 7 zënë. Në po të njëjtën javë unë humba babain tim, çka ishte një tjetër katastrofë mediatike, mënyra se si u trajtuar gjithë gjëja dhe menduam që duhet të bimë me lajmin në mënyrë që të ndalonim disia të valën e komenteve negative, lajmeve që nuk kanë pasur dritë fare në mua dhe me njeriun që jam dhe kam qenë, por do të që vazhduan më keq. Dhe ndoshta kjo ka qenë fatkeqësia më e madhe. Sa po kanë marrë vesh unë në shtatzën, kanë vazhduar më keq. Por, shqyqysh Zotit që ka kaluar si periudhë, do doja ta mbaja mend periudhën e shtatzënisë time shumë më të harreshme. Për të parë programin Me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.